Njerëzit procesi duhet çuar përpara, të gjykohet, pra kur vjen puna që ankohet Rama dhe thot, këtu deshen 7 vjec për një kallëzim për shpifje me Lulbashën, imagjinoni ju tani një fshatari thjesht i këtij vendi që ka i hall ku diun toke atje, ai ka vjedh lopën kur mund të marrë drejtësi, pra kur kryeministri do 7 vjet dhe rreth gjoksin dhe fushat, që unë kam bërë reformën, unë bëra këtë, unë e bëra Shqipërinë të çoj në BE, më thash, dhe pastaj pa pritme se na delën nga ankohet, dhe thot kam ndenjur 7 vjet për një vendim. Dhe i sulet asaj gjyqtarës, o zotëri, a i ke marti përsi për këtë gjë? Apo na mburresh ti? Apo e qepat gojën tani ka fsho gjuhën? Ka fsho gjuhën edhe rriurt. Sot të pengon njeri, i ke mandatet e nevojshme, të bësh ndryshimet e nevojshme në ligj, dhe mos na ankone, pse gjyqtarët kërkojnë 700 euro. 7.000 euro ta kërkoje. 7.000, ja ke përcaktuar në ligj, po, e ke çuar, ja ke lënë mundësinë që ai ta kërkojë këtë gjë, po 7.000, unë po të isha te gjyqtarët, thosha, po më dum 7.000 euro. Pse të mos e japësh ti? Pse s'do të japësh ti? Ti e ke në dorë, jo se ke ti në dorë. Kur e ti ke në dorë, atje në parlament,